Lazarati është gdhir i qetë sot, ndërsa ka marrë fund betejë 5 ditore e shtetit me trafikantët e drogës dhe grupeve kriminale që qelluan me armë ndaj policisë gjatë operacionit të saj për asgjësimin e parcelave me lëndë narkotike në këtë fshat. Këto janë pamjet e marra sot herët në mëngjes në rrugët e këtij fshati, ku duket qartë qetësia që mbizotron atje si dhe prezenca e shtetit. Çdo makinë që kalon në rrugë ndalohet dhe kontrollohet nga policia, ndërkohë që askush nuk pengohet të lëvizë nga fshati drejt aksit kryesor dhe ana Sjelltas. Policia e shtetit është prezente në të gjithë komunën e Lazaratit, duke mbajtur në mbikëqyrje situatën. Zona të ndryshme të fshatit janë mbuluar nga tymi i krijuar si pasojë e asgjësimit të kanabisit, ndërsa që prej mëngjesit, policia ka rifilluar veprimet në të gjithë komunën për identifikimin e sipërfaqeve të kultivuara me bimë narkotike dhe më pas asgjësimin e tyre. Krahas kësaj, po identifikohet vendodhja dhe po punohet për kapjen dhe vëndjen përpara përgjegjësisë ligjore të personave që kanë kundërshtuar dhe qelluar me armë forcat e policisë së shtetit gjatë këtyre ditëve. Ata mendohet se janë strehuar tek tunelet e ushtrisë lart në mal. Policia vijon sërish kontrollet në banesa për praninë e lëndëve narkotike brenda tyre, apo edhe për mbjelljen e saj në oborret e shtëpive. Ndërkohë që nga kontrollet e zhvilluara në ambientet mbi depon e ujit në qendër të fshatit Lazarat, gjatë ditës së sotme është bërë mundur që të gjenden dhe të sekuestrohen një antitank, një mitroloz dhe një sasi e madhe fishekësh dhe municioni mitrolozi. Gjatë ditës policia arrestoi Telha Gjylin, pasi në banesën e tij u gjet një arsenal armësh dhe fishekësh. Deri në këto momente janë arrestuar 15 persona të dyshuar për sulmet me armë ndaj forcave të policisë, për kultivim kanabisi, prodhim dhe shitje të narkotikëve, kundërshtim të punonjësve të policisë, për shkatrim prone, apo edhe për mbajtje pa leje të armëve dhe municionit luftarak. Për gjatë gjithë ditëve të operacionit, në Lazarat janë asgjësuar mbi 23 ton kanabis sativa, 81.000 rënjë bimë narkotike dhe fidan. Po ashtu, gjatë këtyre kontrolleve, janë gjetur edhe 4 laborator, nga të cilët 2 për punimin të bimëve narkotike dhe 2 për përpunimin e vajta ashashit, si dhe sasi të konsiderueshme municioni dhe armësh, nga të cilat 17 armë të rënda, si dhe 2 armë gjahu. Në të njëjtën kohë, është ushtruar kontroll në territoret e mbi 130 banesave, nga 500 që ka fshati, dhe një numri të konsiderueshëm ambientesh të tjera në brendësi të fshatit Lazarat, tokave për rreth tyre dhe në tokat e komunës në territorin ku forcat e policisë kanë deportuar në zonë.